Transporti publik në qytetin e Fierit reflekton më shumë se një paradoks. Kjo po të shosh transportin ndërqytetas, i cili ka një njësi operative private të transportit publik që operojnë, konkretisht në linjat që lidhin Bashkinë e Fierit me Bashkitë Roskovec e Patos dhe njësitë e tyre administrative me njësitë administrative mbrostare Libovsh, si edhe me zonat bregdetare në Bashkinë Fier, dhe me të njëjtën kohë asnjë linjë nuk ekziston brenda qytetit të Fierit. Çmimet e biletave janë të rregulluara në bazë të përcaktimeve kontraktuale që ofruesit privat kanë me Bashkinë Fier për të sjellë një shërbim që kënaq qytetarin. Qytetarët që përdorin linjën e Patosit janë të kënaqur, si me çmimin e biletës, ashtu edhe me kushtet e udhëtimit. Jemi të kënaqur me 400 lekë, hajde, të jep edhe drejt. Jam shumë i kënaqur 400 lekë se me çmimet s'ka problem. Këto kushte janë do i përgjigjem. Po. Jemi shumë të kënaqur me shërbimin. Po çmimi i biletës? Edhe ngarkohet, edhe s'ngarkohet. Nuk e di me saktë, e kupton? Edhe ka edhe s'ka. Varet si të. Ndërsa qytetarët që udhëtojnë me linjën që të çon në zonat bregdetare, shprehen se fluksi i pasagjerëve është në varësi të ditëve të javës, ku fundjavat kanë më shumë fluks pushuesish. Kështu qytetarët presin linja të reja brenda qytetit të Fierit, që ta poziciononin këtë bashki në një nivel të pranueshëm me bashkitë më të mëdha të vendit, siç janë Vlora dhe Tirana, dhe ky do të ishte një hap para në zhvillimin urban të qytetit.